Benji. Ollie e Benji. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Pjesa e parë e ndeshjes ku përballen Piemonti dhe Emilia, Lenders është me topin në këmbë. Ndodhet në zonën e rreptësisë së kundërshtarit dhe duhet të gjuaj në port. Nuk do të dalohet të gjuash. Lenders hidhet për të shmangur Jerome. Jerome nuk arrin ta ndalë. Gjuaj Mark. Kape këtë! Është një gjuajtje shumë e fortë në port. Topi godet në shtyll. Lenders nuk arriti të shënonte golin e tij të parë në kampionatin italian. Për pak sa nuk shënoi gol. Unë mendova se ai kishte shënuar. Nuk e kuptoj. Merre këtë! Mbrojtësi më bëri që të humbja ekuilibrin dhe nuk mund ta gjuaja do të mirë topin. Do tentoj të shënoj përsëri. Nuk do kesh më një rast tjetër. Çfarë the? Që nuk do kesh më një rast tjetër. Tashmë e di shumë mirë mënyrën tënde të luajturit dhe di se si do të ndaloj. Nuk do arrish të më kalosh dot më dhe do të ndaloj me çfarë do lloj mënyre. Emilia sulmon me shumë vendosmëri. Willem e merr topin dhe hedh përpara, por mbrojtësi i madh i kombëtares franceze, Jerome, ka vënë në shenjesër Lendersin. Duket sikur do të shohë se çfarë është i aftë të bëj. Lenders, duhet ta shmangësh atë mbrojtës. Lenders shkon drejt topit. Jerome e ndjek. O, zot i madh, është një goditje e rrezikshme që e rrëzon në tokë, por nuk jepet asnjë faull në këto momente. Ta marrë mira. Mund ta kaloj me shpejtësinë time. Për fatin tonë të keq Jerome kuptoi kush është thembra e Akilit për Mark Lenders. E majta jote është me e dobët se e djathta Lenders dhe duhet ta dish mirë se për të luajtur në kampionatin italian duhet të kesh forcë të mjaftueshme në të dyja këmbët.
Kam vënë re se nuk ke një balancim të mirë. Nuk mund të luash në kampionatin italian duke pasur një problem të tillë. Matej kishte të drejtë. Kjo është dobësia ime. Lenders! Unë jam mes fushori i Piemontit. E djatha ime është e pakapshme. Askush nuk do të arrijë të më ndalojë. Lenders do të gjuaj topin. Jerome hidhet dhe godet topin me kokë. Jo, Mark, ngrihu në këmbë. Kampionati italian është shumë i vështirë. Lenders është për tokë. Shpresojmë të mos jetë asgjë serioze. Jo, Mario! Të kapa në befasi apo jo? Shpejt, nxitoni, sillni barelën. Do të ma paguash. Unë nuk kam për ta lënë fushën kaq shpejt, më kupton? Lenders shohet dhe rifillon lojën. Jemi në 15 minutëshin e fundit të pjesës së parë dhe akoma kemi për të parë shumë ndryshime të lojës. Nuk do ta lejoj të më mund. Lenders shkon dhe njerë në drejtimin e topit. Jerome nuk i lejon që të luaj. Dhe arbitri fishkëllen një goditje dënimi. Ta marrë mira, pse jam kaq i lodhur? Teodor, bëu gati. Në rregull. Po shohim një tjetër sulmues, Teodor, që po bën nxemjen. Duhet të shënoj një gol. Nëse nuk e bëj tani, nuk kam të ardhme. Lenders po afrohet në mesin e fushës. E, çfarë po bën? Po ja mbath që tani? Çfarë po bën kështu Lenders? Shumë mirë, Mark. Rri gati për të gjuajtur. Ej, ti, ma kalo me njëherë topin mua, kupton? Piemonti do të gjuaj goditjen e dënimit. Është mundësia jote e fundit. Nuk po jam bath. Edhe më ndalo. Lenders vrapon drejt zonës se Emilia, është shumë i shpejt. Tani e ka Jerome për para vetes. Deri në pikën e fundit, ha? Vazhdo, Lenders, jam këtu. Mos shpreso kot. Unë do të mund dhe do shënoj. Mundo të ndalosh këtë gjuajtje nëse mundesh. Jerome përpiqet të ndaloj goditjen e Lenders, është hedhur në ajër. Po, dhe ky është vetëm fillimi. E hodhi Jerome në tokë. Tani do ta kuptosh se për çfarë jam i aftë. Jerome ndalon topin, fantastike. Ka arritur të bllokojë gjuajtjen e Lendersit, i cili ka përpara një mbrojtje të pakalueshme. Të gjithë të huaj që luajnë në kampionatin italian duhet ta marrin parasysh këtë gjë. Nuk jam mjaftueshëm i mirë për kampionatin italian. Si do t'ja dal të bëhem një lojtar i nivelit ndërkombëtar? Teodor do të hyjë në vend të Lenders. Ai po hyn në vendin tim. Nuk duhet që të mërzitesh, Lenders. Më duhet ta pranoj se ishte një kënaqësi që luajta kundër teje. Ë? Duhet ta mbaj kokën lart. Nëse shoh poshtë, pranoj humbjen. Nuk mund ta lë veten të më mundin. Po e lë fushën tani si një burr i vërtet. Kjo është e vetmja gjë që mund të bëj. Lenders,
Krenaria dhe temperamenti yt do të të shërbejnë shumë për të arritur rezultatet që pret në kampionatin italian. Turner. Qenë këti. Mos u shqetëso, Marku do të bëhet mirë. Sa më të vështira do jenë pengesat, aq më i fortë do bëhet. Sfidat për të janë si frymëmarrja. Kujdesu për të. Lenders e lë fushën në minutën e 31 të pjesës së parë. 31 minuta për të dhe ai nuk mundi të bënte më shumë në ndeshjen e tij të parë në kampionatin italian. Luajte shumë mirë, Lenders. Nuk shkoj as pak keq, Lenders. Forca djema, luani fort! I dashur Mark, duhet të dish se betejë jote e gjatë sapo ka filluar. Duhet punosh shumë, gjatë, ditë për ditë, që të bësh përpara për aspektin tënd fizik. Do të stërvisim bashkë muskuj të fortë, shumë të fortë. Edhe një ditë do të kthehesh në fushë duke ditur që je një lojtar i kompletuar. Do ta shohësh që bashkë do t'ja dalim mban, jam shumë i sigurt për këtë. Do e kujtosh këtë ndeshje për këto që sapo të thash. Përshëndetje, Karl. Erdha të uroj ty sepse ke bërë një punë shumë të mirë dje. E fute Lenders në fushë që në minutën e parë që të kuptonte mungesën e tij të balancimit këmbëve. Ti e dije shumë mirë që Lenders nuk ishte akoma për të luajtur, edhe do kishte shumë vështirësi për të realizuar një gol, sidomos që kishte të bënte me Jeromin, një nga të vetmit lojtar të mirë që është në qarkullim sot. Duhet të duronte shumë, por sakrifica e tij vleti, sepse kur Jerome u mësua me ritmin e Lendersit, ti fute në fushë me një herë Teodorin. Ishte një zëvendësim vërtet shumë i vlefshëm. Ti e pe që Teodor realizoi golin vendimtar, dhe ishte kjo që i dha fitoren skuadrës tonë. Por më gjysmën e meritës së këtij goli vendimtar e ka Mark Lenders. Ai u dëmtua për vete që t'i jepte mundësinë Teodorit shënonte. Gazetarët thonë se për të shuruar duhet të rri një hap pa lëvizur. Ajo që the nuk më pëlqen as pak, Karl. Ti nuk mund ta trajtosh Lendersin si të mos ishte një njeri, e kupton këtë gjë? Nuk mund ta bësh, u tregova i qartë me ty. Ti dhe Lenders jeni tamam ashtu siç unë mendoja se ishit. Nuk e kuptoj se çfarë do të thuash me këtë, shpjegoj mirë. Të dy e humni kontrollin dhe nxeheni shpejt. Kujdesu për Lendersin, të lutem. Kampioni ynë paneli do të kthehet në fushë ndeshjen tjetër. Kjo do të thotë që Lenders nuk do të luajë për pak kohë. Megjithatë, ti e di shumë mirë që kam një vlerësim shumë të madh për Lenders. Ai është vërtet i talentuar, e konsideroj si sulmuesin ton të ardhshëm dhe për këtë kërkoj që ti të kujdesesh për të. Do e stërvitësh dhe shumë shpejt në mbikëqyrjen tënde do të bëhet një kampion i kompletuar. Por Karl, çfarë the se nuk të kuptova? E pranoj. Hyr. Mirdita, më falni. Më falni që po ndërpres. Doja të dija nëse Mark ishte këtu. Jo, pse, çfarë i ka ndodhur atij? E po në fakt, Mark ishte një takim me mjekun që do e kuronte, por nuk e di ku është. Ha? Si? Çfarë thatë ju zonj?
nuk do gjesh asnjë defekt. Ha? E pra detyra ime është ta mbaj fushën në kushte të mira. Dhe e bëni mirë, fusha është shumë mirë, zotri. Gjithmonë e kontrollon mbarjen e fushës siç po e bën tani? Zotri, më duhet them se kjo më është kthyer si një sëmundje profesionale. Bari I fushës ka një rol thelbësor në një ndeshje, sepse modifikon shpejtësinë e topit në pasimet afër tokës. Edhe për këtë, përpara se të fillojë një ndeshje, kontrolloj barin siç po e bëj pikërisht tani, zotri. Po, e shoh, ti nuk e shumë që ka ardhur, nëse nuk ka bëj. Po, e sakt, emri im është Oliver Harton. Gëzohem që u njohëm, unë jam Sergji, mirëmbajtësi I fushës. Kam më shumë se 20 vjet që e bëj këtë punë, por nuk isha parë kur një lojtar që kontrollon fushën para se të luajë. Sipas jush mirë bëj? Bari është I gjallë. Dhe të njohësh kushtet e tij është shumë e rëndësishme, jo vetëm për një mirëmbajtës së fushës, por edhe për një lojtar. Është e vërtet, po ju besoj një gjë. Unë dhe ky bar do të kuptohemi shumë mirë. E jam I sigurt që do të bëheni shok, por mos nxito. Në rregull. Nesër është dita e madhe. Do të bëj debutimin tim në Europë. Por më habiti fakti që unë duhet luaj me skuadrën e dytë. E kuptova sa I lartë është këtu niveli teknik. Që nga ky moment e më pas, kam shumë rrugë për të bërë dhe për të luajtur si titullar në skuadrën e parë. Megjithatë jam I sigurt se do t'ja dalë. Unë duhet ja nis pikërisht nga këtu. Ky vend për mua paraqet fillimin e një ëndre, të cilën duke punuar në maksimum, do mundem ta realizoj. Një ndeshje si kjo e kategorisë së dytë spanjolle sigurisht nuk do të ketë ndonjë publik të madh. Por është rasti I dur për të parë Oliver Hartonin në debutimin e tij. Hey, Pinto, Oliveri është një kampion I vërtet dhe do të tregoj sot. Po, ke të drejtë. Oli është më I fortë nga të gjithë dhe më I zoti se rivaul. Por nëse është kaq I zoti, pse lua në skuadrën e dytë? E kush e di këtë? Po për një gjë unë jam vërtet shumë I sigurt. Në qoftë se nuk do ta shohësh këtë ndeshje futbolli, të jesh I bindur që do të pendohesh për gjithë jetën. Kapiten Oli! Jemi gati. Le të hyjmë në fushë, djema. Po! Urdhroni nga kjo anë. Shihemi më vonë, zotri. Përshëndetje, si jeni zoti Eduard? Isha I sigurt se do t'ju gjeja këtu. Hey, rivaul, edhe ti qenë ke këtu? Po, zotri. Ja, është ai! Oli! Oli! Numri 10, kapiteni. Edhe pse bëhet fjalë për skuadrën e dytë, 10-a ka qenë dhe do të jetë gjithmonë numri I Oliver Hartonit. Të luajë në skuadrën e dytë mund të jetë një gjë jo shumë e mirë për Olin. Dhe pastaj nuk do të jetë lehtë për të që të plotësoj kërkesat e trajnerit të tij, 10 gola dhe 10 pasime në një vit. Dhe këtë do ta ketë shumë të vështirë. Ta arrijë të mbaj pozicionin e tij. Ne kemi ardhur në Europë për të përgatitur të fitojmë kampionatin botror. Oli duhet I bëjë llogarit me futbollin evropian, I vështirë, fizik, me ritme të shpejta, ashtu siç më ndodhi dhe mua. Të shohim se çfarë do të jetë I aftë të bëj, dhe pse jam I sigurt që do e bëj shumë mirë. Oli, po vërtet ke ndërmend ta bësh këtë gjë? Po, Serrano. Po si arriti ta bënte këtë? Po, të lum! E pabesueshme! Shënoi gol vetëm pas 5 sekondash! Të lum, Doli, ti je një kampion! Oli,
Ju lumt, dhe ky është vetëm fillimi. Ej Oli, s'kishe vërtet shumë të drejtë. Ja dolëm. Ta marrë mira. Djema, tani duhet të hidhemi me një herë në sulm dhe të barazojmë rezultatin. Po! Hej, Oli! Është për ty! E ka punë! Ne nuk do të lejoj! Ki kujdes! Ura! Shumë e bukur! Ka shënuar 2 gola! Funksionoi dhe një herë tjetër. Jemi vërtet të fortë, Oli. Ju lumt, kështu duhet vazhdojnë. Pra, çfarë po prisni? Koha është flori dhe këtë duhet ta dini. Po çfarë ka ndodhur atij djali? Është kaq mendje madh. Tani nuk do ta lejoj që të shënoj një gol tjetër. Do të arrit ta ndal. Le t'i tregojmë se për çfarë është aftë skuadra e jon. I dashur rival, për një gjë duhet jesh i bindur. Harton do të jetë një rival i fortë i joti. E vërtet. Nuk mund të ndaljem dot më. Duhet vazhdoj të vrapoj. Do të vazhdoj deri në fund për të realizuar ëndrrën time, të fitoj kampionatin botror. Only a Benji